Jemi drejt për drejt edhe isha duke komentu pak situatën e zgjedhjeve në komunën e Drenasit, po pse e kryve obligimin tënd qytetar. Unë vetëm e dhe pak shtoj trove se... A ke votu, a? Ja halas mujta, me votu se kam të fëmijë nga të prit e vetë një reje për unë kështë aty, se ju. Kështu për të pëse edhe si qytetar me qenë se jam i Drenasit, trëq, kush kë e mëritë në Drenasin për 4 vjetë të hershme? Gjithë shka për njëri është me mendu shumë mirë çka përkon. Edhe do të me mendu fort, por kur mirë me mendu fort njerë, më mirë më kujtu të që më shku të... Deri te vota, a ke mendu ti? Po një farë mendimi që ashtu kena mendu, po sa këna ditë me mendu, veç Zoti e din. Apo, Allah. A ka shpresa që në Drenas me u bo taman që shpremtohet? Po besoj shumë që do Zoti realizohet edhe aja çka. Po ta bëj një pyetje pa dashme janë shkalu kandidatët e tjerë, në mes Hajdarit dhe Ladrovtit cili? Sipas teje, mos më tregon kon ke me votu ti. Jo, nuk është po... A di dytë janë të mirë, po të shaj diferenca e bojnë popullata. Dytë janë të mirë, diferencën e bojnë popullata. Kënaqësia ime, mos harro më na këshyr episodin. Tash si drejt me se qëtë mirë. Jo, shkoj kjo, drejt për drejt jemi. Në fakt, të dytë janë të mirë, një opinion i qytetarëve të dytë janë mirë, po diferencimin absolutisht që e bojnë qytetarët edhe sigurisht që 50.000 banorë të cilat e kanë të drejtën e tyre që më votu në Drenas mundën me e bo diferencën deri në ora 19 kur edhe mbyllen të gjitha flet votimet në këtë komunë. Po ju lëm me pak pamje në rast që... Unë kam një pyetje vale. Po. Nga kjo pike e votimit në Drenas. Po, unë po du mi bo një pyetje. Ti a me aeroplan ka shpejtje tu, apo qysh po mrinë kështë për komunat me i ngullu vale? Qa është të ndohë kështu? Para gjithve? Ne kemi helikoptere. E kemi?